Ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon të kontestoj zgjedhjet duke cilësuar ato të manipuluara. Ju si mendoni, a mund të vijojë Berisha me këtë lloj retorike politike duke u kapur pas zgjedhjeve që i janë manipuluar, apo në këtë rast ai ka të drejtë dhe do duhet vërtet një hetim për një krim zgjedhor të mundshëm? Ai ka të drejtë të kontestojë, ai ka të drejtë të shprehet, ai ka të drejtë të revoltohet, ai ka të drejtë të reagojë ndaj çdo padrejtësie, por të drejtat e tij kanë edhe kufizime, por edhe disa limite. Së pari duhet të dimë që zoti Berisha mbajti Partinë Demokratike në një luftë të ashpër që u bë nga Yuri Kim, që era e parë kemi parë që si një ambasador shkon edhe futet në dyert e një partie dhe i thotë qytetarëve shqiptar, por edhe antarëve të një partie politike që do hani bar. Insistimi i amerikanëve, pra të Yuri Kim, për të bërë një goditje të tillë ndihmoi zotin Rama për të marrë mandatin e 4, pavarësisht se ajo nuk ishte në Shqipëri. Pse? Se duke dërguar Partinë Demokratike në gjykatë, që në vendet perëndimore të dëgjosh që një parti zgjidh hallet e veta në dyert e gjykatës dhe jo në konsultim ose debat apo fërkime politike brenda partisë, kjo është si pasojë e një goditje të rëndë që u pati Partia Demokratike. Zoti Berisha i luftoi, fitoi, të jemi realist, dhe vulën dhe partinë dhe u konfirmua kryetari i Partisë Demokratike dhe zgjodhi në mënyrë të gabuar për mendimin tim të jetë kandidat për kryeministër dhe jo të vendoste një person tjetër të kandidonte dhe në rast do të humbiste zgjedhjet normalisht do të ishte një person i ri i cili normalisht do të kishte edhe një shans të së ardhmes që të provonte në rast se do të ishte një kryetar partie pra të Partisë Demokratike. Por zoti Berisha nuk zgjodhi këtë gjë, zoti Berisha zgjodhi të kandidojë vetë. Pavarësisht kontestimeve që ai ka, për mendimin tim, ai duhet të japi dorëheqjen, sepse dorëheqja është diçka e ndershme, pra pranon përgjegjësinë politike, por konteston skandalet dhe manipulimet që janë bërë në zgjedhje. Ashtu duhet të bëjë dhe partia në shtator që të kontestojë këto zgjedhje dhe në parlament të shprehet për vjedhjet e këtyre zgjedhjeve, sepse janë pikërisht vjedhje. Është i paimagjinueshme që të procedojmë policia e shtetit pse kërkove votën e një qytetari tjetër, një subjekt garues, një kandidat kërkoi votën e një qytetari dhe policia menjëherë procedoi penalisht. Ky është fakt konkret që policia është të shndërruar si një forcë dhe si një ndihmë të partisë në pushtet dhe shteti dhe pushteti janë një sot sepse kemi rezultatin e zgjedhjeve të 2025-s. Zoti Berisha duhet të bëjë atë që duhet të bënte më përpara, të japi një dorëheqje, po kjo dorëheqje që ai duhet të japi duhet të sjell një garanci. Garancia është vetme që jep zoti Berisha dhe nuk mund ta japi dikush tjetër brenda Partisë Demokratike dhe ajo është pikërisht garantimi për të bërë zgjedhje të lira edhe të ndershme brenda Partisë Demokratike dhe mos të dëgjojmë raste si raste më parshme që ishin me mbushje kutive dhe jo ashtu siç duhet të jenë me votën e lirë të demokratëve. Prandaj unë për mendimin tim them tek ju, por jo vetëm, që qytetarët shqiptar duhet të kuptojnë dhe demokratët duhet të kuptojnë që leadershipi është i rëndësishëm për të bërë historinë në parti, por zgjedhjet kontestohen, ndryshimi, rotacion brenda partisë duhet ketë, por ajo që duhet patjetër të jetë detyruese për Partinë Demokratike, që kandidatët që do të garojnë duhet të kenë vullnet 1, leadership 2, 3, të jetë kandidim i natyrshëm edhe jo i porositur nga partia kundërshtare. Duke qenë se Berisha deri tani nuk ka dhënë sinjale se mund të dorëhiqet, a ka një marrëveshje të fshehtë prej vitesh, por edhe në këto zgjedhje midis Berishës dhe Edi Ramës, që Edi Rama të mbetet në pushtet, ndërsa Berisha të mbaj frenat e drejtimit të opozitës?
Unë do ta shikoj si një marrëveshje në këtë nivel, unë do të shikoj një marrëveshje që të dyja palët kanë pasur ndër vite që në 2008 dhe sot në vazhdim, që se është e paimagjinueshme në një vend që kërkon ndryshimin, kërkon të ren, populli thotë të vinë të rinjt dhe populli vetë rezervohet të votojë të rinjt dhe jep të paktën një mandat ose maksimumi 2 mandate. Marrëveshja vazhdon, unë jam i bindur për këtë gjë, sepse me 26 korrik u bë marrëveshja e famshme e radhës që të mbyllen listat dhe të hapet një pjesë e tyre. Nuk ka rëndësi a hapen apo mbyllen, por e rëndësishmja është që këtu ekzistonte marrëveshja. Pra, unë nuk jam i natyrës që kundërshtoj sistemin që të futem në garë, por jam i natyrës që unë kundërshtoj marrëveshje të cilat nuk bëhen gjithëpërfshirëse. Për ata të cilët thonë që politika nuk ka marrëveshje, do të thotë zotëri ke gjetur derën e gabuar, sepse pikërisht politika pa marrëveshje nuk ka për të ecur përpara, sepse debati politik dhe demokratik zhvillohet në fund fare dhe finalizohet nëpërmjet marrëveshjeve politike, të cilat në Shqipëri kemi parë mbi 60 marrëveshje politike të shkruara i kemi, të zbatuar i kemi pjesërisht. Pra do të thotë që çdo gjë në Shqipëri ndodh me marrëveshje. Nuk dua ta ul kaq poshtë që të them ka një marrëveshje që njëri të jetë në qeveri, tjetri të jetë në opozitë, sepse normalisht të dyja palët mund t'i bëjnë një rrezik të konkret vendit, por unë do të them që kemi një problem, një smundje kronike që kanë të dy partitë kryesore, por sidomos Edi Rama dhe Sali Berisha, që janë të atashuar dhe kanë atë nevojën e tyre ekstreme të jenë në pushtetin e karrikës së kryetarit. Nuk ka rëndësi a është karrikja e ekzekutivit apo karrikja e opozitarit, po të njëjtën pushtet kanë. Duhet të kuptoni diçka së bashku. Pushteti legjislativ është më i madh se pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor. Pse? Sepse normon ligje. Edhe pushteti gjyqësor, po edhe pushteti ekzekutiv do të zbatojnë ligjet e legjislativit. Prandaj ka kaq shumë forcë deputeti, prandaj ka kaq shumë forcë çdo marrëveshje që bëjnë partitë politike në parlament, po edhe përveç kësaj, jashtë parlamentit. Ajo që unë dua të them është që zoti Rama dhe zoti Berisha ka ardhur momenti që të salutojnë dhe të japin një lamtumir pushteteve të tyre respektive, por edhe zoti Rama duhet të mendojë të mirë çfarë po bën. Unë e di që zoti Rama këtë mandat do ta çojë deri në fund, kjo nuk as bëhet fjalë, por në rastin e logjikshëm dhe jo në rastin emocional, zoti Rama për mendimin tim duhet të mendojë për të ardhmen, jo për 4 vitet e ardhshme, por për 15 vitet e ardhshme. Pse? Sepse ndryshojnë shumë gjëra, aksidentet rrugës ndodhin, politika nuk është absolute, pushteti nuk është absolut, gjithçka mund të ndodhi dhe zoti Rama për mendimin tim duhet të mendojë se si duhet të zbresë nga karrikja e kryeministrit dhe jo si mund ta vazhdojë edhe populli i tij të thotë vazhdo se je mbreti jon. Jo, është e gabuar. Ashtu ndodhi edhe me zotin Veliaj. Pra zoti Veliaj ishte kryetar bashkie dhe sot është në burg. Pra krahasimi është i tillë që do të thotë që edhe zoti Veliaj kështu kishte njerëz të tij, vazhdo dhe sa erdhi momenti i vështirë, ai u burgos, a ishte burgosja e tij politike apo jo, kjo mbetet për tu parë, por ishte një fakt konkret që zoti Veliaj u burgos. Pra, u harrua, njerëzit e tij e harruan dhe njerëzit e tij dolën nga listat e Partisë Socialiste humbës. Pra, nuk ekziston më zoti Veliaj. Prandaj edhe është si një referencë nga aspekti politik, zoti Veliaj nuk është më pjesë e Partisë Socialiste. Nga aspektin juridik, zoti Veliaj do të ketë mundësinë e tij të provojë pafajësinë e tij në procesin penal që është ngarkuar nga organizata e partisë që janë ple pa dy spaku.